Përshëndetje, prap një video në makinë. Tash jam su keq me këto video të makinë, por ju kam dhënë fjalën që do vazhdoj edhe të bëj edhe video tamam, do më thonë në shtëpi, e ulme në tavolinë ose në karrike, me tavolinën përpara, kuptohet. Më erdhi një pyetje kur isha sot te noti dhe lexova mbasi dola, normal se përdori telefonin, dhe e lexova që Mikina ka njerëz shumë rrethin tim që mendojnë që unë akoma kam depresion, akoma kam probleme me veten, sepse unë kam kalu depresionin. Miki dashur, duhet të jesh shumë i bindur, sepse më ka ra këto ditë e fundit shumë të bëj video për mendimin e të tjerëve, do të thënë çfarë mendojnë të tjerë, çfarë flasin të tjerë për mua, etj. Duhet kuptosh që njerëzit e kanë mendimin e tyre. Dhe mos e ço fokusin, të lutem, se a mendon dikush apo shumë veta për ty që ti je akoma në depresion. Për mua, që jam duke u nimu shumë njerëzve dhe bëj video goxha, kthej përgjigje, bëj thanje sa mundem që mu m'jepet koha, sepse unë ju kam tregu që nuk e bëj vetëm këtë punë, do më thënë, jam edhe në punë tjera që bëj, dhe ka njerëz që thojnë është smur, ka depresion, ka ankth, nuk është mirë, unë bla bla bla, bullshit. Prandaj, duhet si radhë të parë ta heqësh këtë mendim që njerëzit kanë me fol mirë për ty, dhe atëhere ti mundesh me ndjek ëndrat e tua. Ose, nëse mundem ta shpjegoj të më thonë në mënyrën më të thjeshtë, duhet ta heqësh atë mendim që duhet të gjithë ty me të përkra edhe me të thonë je i shërum, e ke kalu depresionin, sepse njerëzit janë në atë shkallë, do më thonë të gjithë jemi me një shkallë zgjimi, dhe dikush ka dal nga i gjumi bindjeve, nuk do të thotë që nuk punoj me veten, unë akoma punoj, për ditë kena me punu, deri në momentin që sa jena në këtë jetë, ne nuk jena të ndriçum, se me qenë të ndriçum komplet ne ishim mrapa pjesë e Zotit, do më thënë ishim me Zotin edhe nuk ishim më fare në këtë botë. Prandaj, duhet kuptosh që njerëzit kanë me fol, njerëzit kanë me mendu, njerëzit kanë me thonë gjona, por në atë moment që ti i merë dhe i beson dhe thu, wow, ose tani për shembull, jo po dikush nuk beson që unë jam shërum. Çfarë po t'intereson? Cili është problemi jot? M'ja mush menjen dikujt tjetër. Por mundem të them diçka, falenderohu. Falenderohu që ke kështu njerëz që po të tregojnë bindjen tone mrena teje, dhe cila është bindja, do thoshte, jo po cila është bindja. Bindja është që ti akoma po t'intereson se çfarë thonë tjerët. Tjerët kanë me mendu, o mik i dashur, për mu, që as nuk kam, do më thonë, si quhet, as nuk kam, për shembull, ndonjë lidhje më të ngushtë me disa njerëz fare, dhe flasin. Nuk e din fare jetën time se ç'a bëj, a tek bëj, a si ndihem unë, a si s'ndiem, dhe prap se prap flasin. Prandaj, duhet kuptosh që njerëzit, mos harro fjalën e babës tem, birat e gardhit, edhe fjalët e njerëzve s'kan me mbaru kurrë. Por, përderisa ty të prek, ka lidhje me ty. Nuk ka lidhje me atë personin, apo me ato shumë persona që nuk besojnë tek shërimi jot. Cili është problemi jot? A është më mirë ti t'jesh mirë, ti t'jesh rahat, ti t'jesh i shërum, ti t'jesh duke punu me veten, apo që çfarë mendojnë të tjerët? Falenderoju këtyre njerëzve që ta kanë nxjerr bindjen më të madhe që ti e ke, dhe bindja jote më e madhe, hiç pa taku, hiç pa fol me ty, hiç pa bo seancë me ty, unë po ta them që bindja jote është interesimi i njerëzve se ato çfarë thojnë. Prandaj, merre këtë dhuratë dhe puno me këtë bindje.
njerëzit kanë me fol sa herë, mik i dashur, dhe ju miq të dashur. Kur s'kan mund dal njerëzit me fol. Unë kam kalu disa situata në jetë, sidomos edhe që tash kohët e fundit, edhe që i kam thonë vetes, kam punu shumë me veten, po për një Zot madh. Më falni si ju kam tregu se jam pak e ftofme. Për një Zot, po du t'ju them që më kanë ndodhur gjana që i kam thënë vetes time, wow, çfarë leksioni mora që tash. Ju kam besu njerëzve me sy mbyll, edhe pse më kanë thonë tjerë, ki kujdes, unë kam thonë, jo, është kështu ky person, është kështu. Derisa unë bam, e kam provu vetë. Por, edhe ky është për mu një lekcion, edhe ky për mu është një mësim, që mu më tregon si Migena mëson diçka dhe hec përpara. Prandaj, jeta është shkollë, jeta është mësim. Mos kujto se nuk kam sfida, mos kujto se nuk kam situata që ndonjëherë i kaloj shumë shpesh. Por, unë besoj të vetja. Unë e di se kush jam dhe mu nuk më intereson se çfarë thojnë të tjerët. Prandaj, për t'i dhënë fund kësaj video, çoje fokusin te vetja jote. Çoje fokusin pse unë e lodhi kokën se çfarë mendon XY për mu, a jeti i shërum, a si i shërum. Një pyetje po ta bëj, a je i shërum me të vërtetë? A e ndjen veten mirë? Atëherë çfarë të intereson pra? Por, gjithsesi, falenderohu për këtë bindje që ti e ke marrë, sepse kjo bindje ty të ka tregu vetëm diçka. Bindja jote është që ti të punosh me veten tone, që tash edhe ti thush vetes, unë do ta lëshoj këtë bindje. Po e mbylli videon se ato marr prap me koll. Uroj me shpirt dhe me zemër që të ndihmojë kjo video.